Vetëvendosja e nxehu fort Edi Ramën. Kryeministri shqiptar reagoi ashpër ndaj komunikatës që partia e Albin Kurtit lëshoi të mërkurën rreth protestës së 17 tetorit në Tiranë për ish-krerët e UÇK-s në Hag, ku mes tjerash akuzoi Ramën se ka lobuar për themelimin e gjykatës speciale. Numri 1 i Shqipërisë akuzoi subjektin kosovar se e do Hashim Thaçin përjetësisht në Hag. Kur ajo nuk njihte as himnin e Kosovës, e jo më pafajësinë e Hashim Thaçit, të cilin do ta donte përjetësisht në Hag, i kujtoi lëvizjes së gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës. Rama i rikujtoi Partisë së Kurtit se nuk është organizatori i protestës kundër speciales në Tiranë. E mbështes me gjithë zemër dhe do t'i bashkohesha si pjesëmarrës i thjesht, nëse nuk do të isha i vetëdijshëm se çdo politizim, me dashje apo jo, e asaj nisme do të dëmtonte qëllimin dhe popularitetin e saj. Protesta e 17 tetorit në përkrahje të ish udhëheqësve të UÇK-s Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqit që po gjykohen në Hag, do të mbahet në orën 17 në sheshin Skënderbej në Tiranë, nën organizimin e organizatës së veteranëve të luftës e UÇK-s. Shënjestër.net